Një deklaratë e bërë nga Selina brenda shtëpisë së Big Brother Albania ka shkaktuar një stuj të vërtet reagimesh në gjithë hapësirën shqiptare, duke u kthyer në një nga debatet më të forta të ditëve të fundit. Fjala e saj, e cila sipas shumë përdoruesve është interpretuar si fyese ndaj banorëve të Mirdit, është shpërndarë në shpejtësi në rrjetet sociale dhe ka ndezur përplasje të ashpra. Fraza që po qarkullon, e cila prek drejt për drejt një krahin me tradita të forta dhe një histori të veçantë në identitetin shqiptar, është konsideruar nga shumë njerëz si e papranueshme dhe denigruese. Për mirditorët, besa nuk është thjesht një fjalë, por një nga shtyllat më të rëndësishme të kulturës dhe traditës së tyre. Prandaj, çdo koment që perceptohet si cenim i kësaj vlere prek drejt për drejt ndjenjat e komunitetit. Menjëherë pas përhapjes së kësaj deklarate, platformat si Facebook, TikTok dhe Instagram u mbushen me reagime të forta. Mira komente, video dhe postime nisin të qarkullojnë, ku një pjesë e madhe e përdoruesve shprehen zemërimin e tyre ndaj Selina. Në shumë raste, reagimet kanë kaluar edhe në ofendime të drejtpërdrejta, duke e përshkallëzuar situatën në një përplasje virtuale mes individëve dhe grupeve të ndryshme. Nga njëra anë, ka pasur komente që mbrojnë nderin dhe traditat e Mirdit, ndërsa nga ana tjetër nuk kanë munguar as reagimet që i përgjigjen me të njëjtën gjuhë të ashpër. Kjo situatë ka nxjerrë në pah një problem më të gjerë, mënyrën se si një deklaratë e vetme e bërë në një kontekst të caktuar si ai një reality show mund të dalë jashtë kontrollit dhe të kthehet në një debat kombëtar. Në formate si Big Brother Albania, emocionet janë të forta, presioni është i lartë dhe shpesh fjalët thuhen në mënyrë impulsive. Por kur këto fjalë dalin jashtë dhe përhapen në publik, ato marrin një peshë shumë më të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është mënyra si rrjetet sociale e amplifikojnë situatën. Algoritmet favorizojnë përmbajtjet që shkaktojnë reagime të forta, dhe kjo bën që deklarata të tilla të përhapen edhe më shpejt, shpesh të shkëputura nga konteksti i plodh. Kjo krijon një terren ku keqkuptimet dhe tensionet rriten me shpejtësi. Ndërkohë, shumë zëra publik dhe komentues kanë bërë thirrje për qetësi dhe reflektim. Ata theksojnë se, pavarësisht asaj që është thënë, nuk duhet që kjo situatë të kthehet në përçarje mes shqiptarëve. Në fund të fundit, krahinat si Mirdit janë pjesë të njëjtit identitet kombëtar dhe meritojnë respekt për historinë dhe kontributin e tyre. Nga ana tjetër, pritet me interes reagimi i Selina. Një sqarim apo një kërkim faljeje mund të ndikojnë ndjeshëm në uljen e tensioneve dhe në qetësimin e situatës. Deri tani, mungesa e një reagimi të drejtpërdrejtë vetëm sa ka shtuar spekulimet dhe debatet. Kjo histori është një shembull i qartë se sa e fuqishme është fjala në një shoqëri të lidhur ngushtë përmes mediave dhe rrjeteve sociale. Një koment i vetëm mund të ndesë reagime zinxhir, të prek ndjenja kolektive dhe të krijojë përplasje që shkojnë përtej individëve. Në ditët në vijim, pritet që kjo çështje të vazhdojë të jetë në qendër të vëmendjes. Por ajo që mbetet më e rëndësishme është mënyra se si do të menaxhohet, me përshkallëzim të mëtejshëm apo me reflektim dhe qetësi. Sepse në fund, respekti i ndërsjellë dhe mirëkuptimi janë vlerat që duhet të mbizotërojnë mbi çdo debat apo deklaratë të nxituar.